Atëherë miq të emisionit Koha Shtesë, sot nuk ka nevojë për shumë prezantim, jemi gjithë të zhgënjur nga një barazim ose më saktë një humbje, si do thuash, e Shqipërisë në Letoni. Humbasim dy pikë të tjera, humbasim rrugën për kualifikimin në botror dhe humbasim shumë çka në një transfer ku të gjithë prisin atë fitoren me golavara shtocell, por në fund nuk arrin dot as të fitojmë. Sot do të jemi në intervistë për të komentuar sërish me Dritan Dervishin për atë që ndodhi në transfer. Dritan, përshëndes. Përshëndetje, jemi gjithë zhgënjur dhe humbëm një rast të artë për të ndërruar akoma, pavarësisht se mbas ndeshjes së Serbisë u ndërlikuan shumë gjërat. Dritan, duhet ta fillojmë me një batut që ose ka vënë për batut në të një moment të tillë, por një koment pikant që mua ka ngjitur në mendje ishte dikush që thoshte më njëherë pas ndeshjes që ndoshta do të ndryshojmë pak edhe imnin e kombëtarëve, sepse kur dalim te imni jon, jemi me atë të lidhin besën për shpëtim, sa ne po flasim për regres, sa që duhet të shpëtojmë, sa kush duhet të shpëtojmë. Në fakt ishte një batut si për të thënë që ne pajur në fushë me ato që të lidhin besën për të shpëtuar portën, por ne duhet të shikojmë përpara. Ja thash këtë për të dalë pjesa që për Selvinjën dhe për gjithë gjërat e tjera ne do të flasim më vonë, pra në pyetjet e tjera, por në mentalitet, a është mentaliteti i dur që ka Shqipëria, shikon ndonjë problem mentaliteti përtej Selvinjës se kjo kontare? Mentaliteti si ne shqiptarës, ne si shqiptarë të rësi flas. No, mentalitetin ne e kemi treguar në çdo fushë në botë, e kemi treguar ne si emigrant, ju që jeni atje me këtë zhvillim të madh që ka Shqipëria, me arritjet që kemi pasur gjithë ne të vogla të mëdha, me atë përparime që kemi bërë në fusha të ndryshme, ne kemi mentalitet fituesi, nuk e them për me bo nacionalistin, po vetë jeta e ka treguar në këto 30 vjet që shqiptari kudo që ka shkuar me një trajse bosh dhe është kthyer në shtëpinë e vet ose jeton këtu i nderuar, duke qenë i respektuar dhe duke mbuluar lloj rolesh drejtuese nëpër Europë dhe nëpër botë, shkojmë edhe më lart. Ne kemi të bëjmë me një mentalitet të gabuar të drejtuesit të kombëtares tonë, që quhet Selvinjo, bashkë me drejtorin sportiv Peja. Mentaliteti atyre është të ruajmë vendin e punës, gjë që nuk duhet të ekzistojë më në vendin tonë dhe si nuk ekziston gjithë botën. Nuk bëre mirë, hap krahun i dashur të themi faleminderit, por mos na dëmto më. Ky trajner pati kurajnë na tregote dje mbas intervistës dhe mbas pyetjes që i bëri një gazetar i vjetër si Sinemati, që tha ju kam çuar në Europian dhe tha punoj 12 orë. Të lutem shumë, punoj 6 orë, po puno mirë, se 12 orë ndoshta lodhesh dhe nuk ne jep në maksimumin. Nuk ka nevojë të punosh 12 orë dhe të bësh ato zgjedhje të gabuara. Unë nuk dua të vë në diskutim punën e çdo trajneri se ai ka idetë e tij, por këto nuk janë zgjedhje që mund t'i bëjë një trajner normal. Them normal, se ky nuk është trajner për mendimin tim, e kam thënë dhe me kohë. Të ju kujtohet Debiazi, shkuam në Europian. Por ne në Europian pam Debiazin, mbasi mori ekipin një muaj dhe stërviti, pam në Europian që fituam. Me këtë trajner, mbas një muaj stërvite ne patëm regres. Luajtëm më keq se kishim luajtur në ndeshjet e tjera. Prandaj unë atje kuptova që ky nuk është trajner. Ky është seleksionues, pati fatin e mirë që gjeti disa skuadra jashtë forme, se ne shkojmë në Europian kur gjejmë skuadra jashtë forme ose kur politika e federatës tonë dhe politika e shtetit na ndihmon me fitore me Serbinë të shkojmë në Europian. Por ne nga Europiani i parë dhe në Europianin e dytë nuk përmisuan ashtu. Ne luajmë akoma me lojtarë të vjetër. Ne luajmë me lojtarë që nuk luajnë nëpër ekipet e tyre. Dhe mund të fillojmë këtu. Jo, duhet të ta nisi pak të formacioni fitullar, ishte një tjetër me fascinane e Selvinjës, po të njëjtëve thjesht për të dalë fjala e tij nga ndeshja me Serbinë, me Tokin Sulm, edhe Sheriti kapiteni tërësisht pa lidhje, edhe sepse s'mund ta dorëzosh atë Sheritin e kapitenit në një lojtar tjetër. Sheriti kapiteni duhet të jetë futbollist. Nuk e kam kuptuar kur këtë idenë e tij që trajnerin e zgjedh penalltit javë mas jave dhe kapiten çdo javë. Nuk e kam kuptuar dhe më duket vetja, kam gabim unë që kam 13 vjet që punoj në Serie A në Itali, e kanë gabim shumë kolegët e mi, e kanë gabim shumë të tjerë që punojnë në Serie A, në Serie B dhe në Shqipëri në për Super League. Trajneri është simbol i një ekipi. Është një urë ndërmjet trajnerit dhe skuadrës. Për të komandoj gjithmonë presidenti. Por kjo është një urë sportive. Dje Shqipëria
luajte me një sistem lojë 4-2-3-1. Unë për të qenë i sinqert nuk them dot gjë sistemi që përdoj, mund të përdor çdo lloj sistemi. Por që në fushë ti të zbresësh me Ballin dhe të lesh Hysa që ishte më i miri jashtë. Ai do na justifikohet me atë që bëi turnover për të qenë më të freskët lojtarët. Por ti na shgënjen direkt në mes fushë. Ti fut Sheun që doli me krampi, do thënë me probleme muskolare nga lodhja që dha shpirtin atë ndeshje dhe nuk fut Ramadanin. Ti prap na shgënjen. Ti na shgënjen duke futur Manaj përpara dhe duke futur Brojën në krah, duke pasur Uzunin dhe Bajramin në krah. Ti do të lush 4-2-3. Luj me Hasan, Bajram, mos luj me Hoxhën, rezervën e 17 të Dinamo Zagrebit, tash mos na ofendoj inteligjencën. Ne punojmë me scouting, e dim vlerat e lojtarëve. Nuk vet vlera Uzunit me vlerën e Hoxhës, o vlera e Bajramit me vlerën e Brojës në krah, se Broja duhet luajë mbas Pykës. Tash mos bëjmë eksperiment, kemi lojtarin më të fortë dhe lejm krah dhe ky lojtar duhet të japi krose për Manaj. Që Manaj duket që vjen nga ana shëndetësore që nuk është mirë. Nuk është faji ati, nuk është faji Manajt. Pavarësisht se dje tha e shënoj golin, po mu duka autogol. Kupto, ky trajner mua më ka shgënjur në mënyrën e lojës, në ndrimet. Përse ti duhet luaje në pjesën e dytë të luaje me Aslanin e Sheun aty. Kishe Sheun dhe fushe një tjetër më ofensiv. Për çfarë duhet luaj Laçi gjithë atë kohë? Laçi nuk është lojtar me kualitetin e Berishës për shembull, se ne duhet shikojmë dhe të ardhmen. Berisha është lojtari më talentuos që ne kemi në atë grup, mbas Aslanit, në mes të fushës. Nëse doj lojtar të fuqishëm, si Gattuso, okay, ve Ramadanin, nëse ti kërkon muskujt dhe kilometra. Këto gjëra nuk më pëlqejnë dhe nga zërat që vijnë brenda, tregoj që ky grup nuk është shumë i unito, si son, do të i bashkuar për një rezultat, për një gjaq masa që është botror, një ëndër i gjithë në shqiptarëve, por ëndër për të gjithë, se ne po shkojmë botror, çojmë 30-40 mijë tifoz stadium. Ne jemi kombëtare madhe dhe nuk jam dakord me sa jemi kombëtare vogël, me atë inferioritetin. Jo po s'kemi fituar kurrë me Letonin. Ne luajmë një ekip amator, siç e thash, dhe do ta përsëris. Pavarësisht se kampionati atyre është një kampionat mediocre, ta themi troç, nuk është më i fortë se Superliga jon, të lojtarët e kombëtarës nuk janë të një nivelit të lartë o të mesëm. Lojtarët të nivelit shumë të ulët. Për shembull, numri 22, Alexis, ka qenë te Verona me skuadrën me Kumbëll, nuk luante as atje. Shkoi pastaj të shuan Borxh në Serie C dhe e kthyen po prap nga kisha ardhur. Se ne këto si klub marrim gjithmonë lojtarët më të mirë nga disa vende, i provojmë një vit, pastaj. Do të thënë, kur niveli është kaq i ulët, ti nuk mund të japësh këto sinjale me 4 mbrojtësa të ndaluar atje. Të fillosh ndeshjen aq ngadalt, aq pa bërë presion në asnjë moment. Jo, më tepër edhe pa dëshirë. Se ti mund ta fillosh ndeshjen fort, lodhen lojtarët dhe bën 5 ndrime. Tash me rregullat e reja që na ka vënë FIFA, 5 ndrime, do të thotë që ti ndron 50% e ekipit, apo jo, se 10 luajnë, por ti je 11-i, 50% e ekipit. Ky trajner nuk i bën këto ndrime, nuk i bën. Dhe në momentin që futi Bajramin, ne e pam që kombëtari jon filloi të lëvizte më shumë. Ndryshoi tempi lojës. Dhe Aslani filloi ta lëvizte topin me një shpejtësi më të madhe. Po ta shikoje. Kurse ai do të le ndrim kokë në kokë, pastaj hiq Brojën, fut kët, nuk e kuptoj. Drejton dua që të flas pak edhe për bipolaritetin e Silvinjos si trajner. Duhet marrja dy shembuj. Për shembull, Myrto Uzuni në kohën kur shënonte golat e Granada pafund, jo vetëm që s'po aktivizoi te Shqipëria, por madje u la jashtë Evropianit. Uzuni më pas shkon në MLS. Në momentin që nuk shënon gola, rifutet në projektin e Silvinjos dhe gjen shumë minuta. A është në thelb në ide, për shembull, nëse sepse Uzuni nuk është si rasti i Gjimshit që ngeli jashtë Evropianit atëherë, sepse Gjimshit ishte në moshë të re. Uzuni është në moshë të 30 vjeçare që është i pjekur. Nëse ti nuk e merr në Evropian, nëse ti nuk e respekton atë lojtar për kontributin e dhënë, mund të jetë vetëm për shkakun që ti nuk e pëlqen si stil lojtari. E kupton, sepse nëse ti e rikthen më mbrapa në grup dhe e fut disa minuta, i bie që ose i ke ngërë hakun në herën e parë që nuk erdhi në Evropian me ty, ose nuk bën sens veprimi jot, sepse ti sa morën në Evropian kur i po bënë gola dhe pa futa në gola. Si morën në Evropian? Më kujtoj që kemi që morën në Evropian ai. La jashtë Cikalleshin, Mujën, Uzunin. Po, dhe mori në Evropian disa emra që po.
nuk mos i themi për respekt atyre. Mos i themi. Se mori disa emra që nuk kishin lidhje. Dhe një ish lujtar që ishte dhe Europianin tjetër që i luante në Gjermani e mori. Që e kupto, mori disa lujtar, mori Arbrogjën sikur po tash sikur po na merrte ç'a të them unë ty, i turbe në kohët e arta kur ishte te Verona. Më kupto. Un po të them këtë që ky trajner është shumë konfuz. Është trajner emocional. Trajneri duhet të jetë i qetë, të bëj zgjedhje për qetë, se këtu nuk ke një klub që mbas një jave ti mund t'i rregullosh gjërat me një fitore tjetër. Ti këtu ke mbrapa një komb. Një komb që pret fitore dhe nuk ka as justifikim siç tha ai dje. Të thash edhe që parë, pyetjet që un pastaj ndrova televizorin, megjithëse ndrova televizorin dhe sot i lexova gjithë deklaratat e tij, kur i bëri Sinomati, shkoi në vështirësi, na kujtoi arritjen e tij në Europian. Ai nuk njeh historinë e Shqipërisë. Ai na tha që ai na ka mësuar të luaj futboll. Ma me njerëz se kaloi. Na i tha këtë gjë, që neve duhet të jemi ti respektojmë çdo njeriu, po jo ti bëjmë çdo i huaj që vjen atje fenomen. Nuk janë më mirë se ne. Por për fat e keq që zgjedhjet që bëhen atje gjithmonë penalizojnë shqiptarët. Unë të shkoj një skuadër, po them rastin tim, një skuadër të kategorisë së parë atje, nuk më marrin në punë. Nuk më marrin më valla. Nuk më marrin më se thon, "O ky kështu." Aty duhet të jesh, o të jesh ti bësh fresk presidentëve, o të njofësh ndonjë që të shty, ose nuk punon. Te kjo gjëra ne duhet kemi mentalitet më shumë të respektojmë veten tonë. Nuk ka mundësi që drejtori teknik i Federatës Shqiptare është Pea. Pea nuk është ndonjë figurë e madhe e futbollit, një i dështuar në çdo vend që ka shkuar. Një i pafat mund të themi, se dështim nuk kanë në sport. Është një i pafat po themi. E kupto? Nuk mund të jetë ai. Lëre pastaj drejtorin e trajnerëve të Shqipërisë. Edhe batuta jote në privat, në komunikimet tona ka qenë që Silvinho po mban mbrojtje në krah për të dërguar krosë, sigurisht ka Benzema në majën e sulmit. Po pra sigur në sulm ka Benzema dhe të gjithë duhet jenë shërbim të Benzemas. Ore 4-2-3-1, është shumë e thjeshtë. Jam dakord me atë më që bëri 4-2-3-1. Luaj, do të luash më ofensiv, fut Berishën me Aslanin të dy atje, që të kesh më shumë teknik, më shumë gjëra që mund të sulmosh sulmin. Në krah fut o Uzunin, o Hasanin, nga krahu tjetër më fut o Bajramin, o Çinto Dushti, po jo Hoxhën. Më kupto, mbas Pykës duhet luaj Broja dhe luaj me Manaj, se Manaj është lojtar zone. Po nuk është ofensive 4-2-3-1 se ti luan me 3 sulmues, nuk është ofensive. Është se sa e mbulon zonën. Pse tash ti dalin sistemat më të mirë që bëjnë gola më shumë kur luhet me 2 pyka dhe me 1 trequartist ose me 2 mbas pykës. Se e pushton më shumë zonën e qendrës, bën më shumë vështirësi. Ti duke luajtur me 1 pyk, 2 qendërmorës çfarë bëjnë? Njëri e markon, tjetri e mbulon, mbaroi sulmi jot. Do dashin krah, prap cross, gjithmonë janë në superioritet të tjerët. Unë nuk e kuptoj. Unë jam shumë i shqetësuar dhe po e them, dje u firmos mos vendi dytë. Ne firmosëm vendin e tretë dje. E firmos, mos dëgjoj, jo po do fitojmë, siç thanë, do bëjmë surprizën të fitojmë në Angli, nuk fiton Angliti. Nuk fiton, as Serbia nuk merr pikë me Anglinë. Ti të pastaj duhet shkosh fitosh Serbi. Unë kam shumë dyshime, inshallah i del fjala atyre që do fitojmë Serbi. Jo, nëse flasim për këtë, po. Jo, unë them, mënyra më e mirë, nëse do t'japi këshill, nëse na dëgjojnë, sa nuk kanë nevojë për këshillat tona, ne di si jemi ne dim gjithçka. Por nëse do t'japim këshill, është të rinovojmë kombëtaren. Të lejmë 2, 3, 4 veteran dhe të tjerë fusim 3. Pse mos marrim Shpendin? Pse mos fusim Berishën? Pse mos marrim djem më 3 edhe nga U21-shi? Këtë kohë të përgatisim kombëtaren e sezonit tjetër. Ti nuk shkon në botror. Po nuk jam se jam pesimist, jam realist. Ti je realist, nuk do të thotë që nuk do vend në tatë ose pesimist. Për këtë doja që të pyes, se ne gjithmonë kur flasim për pjesën e botrorit, sigurisht është pak ajo pjesa për të mbajtur gjallë ëndrrën e tifozëve, por nëse Shqipëria tani, nëse flasim matematikisht, dhe dua përgjigjen tënde më pas, nëse flasim matematikisht për mënyrën se si Shqipëria mund shkojë në botror, të paktën duke marrë vendin e dytë në këtë moment, është vetëm një, që Shqipëria të fitojë me ekipet e vogla me Andorrën në shtëpi dhe me Letoninë në shtëpi, me Andorrën në transfer dhe me Letoninë në shtëpi në fal, dhe që të fitojë me kundër Serbisë në Serbi dhe të mundi Anglinë në shtëpi. Kjo është mënyra se si Shqipëria ka vendin e dytë. Pra, duhet që të fitojmë në Serbi edhe të mundim Anglinë në shtëpi. Po të flasim për matematik,
atëherë të jap shumë drejt, po flasim matematik mund të zemë edhe vend e parë, matematika ta jep Matematika të lejo, po. Me shi ta lejon. Unë du të flasim realitet. Mos i gënjem tifozët tanë, se tifozët tanë e kanë me zemër, si që kemi unë dhe ti. Ata e kanë 100 herë më shumë se ne. Se ne harrojmë me punët, harrojmë me tjerat. Tifozët tanë e meritojnë botrorin. Komtare e jonë nuk na çon në botror. Tifozët tanë janë më të mirët dhe gjynaf që persekutohen dhe që argjojnë lekë që shkojnë gjithë Europën. Është gjynaf. Por, ta kam thënë dhe herë, tifozët e Kombëtarës dhe kombëtare janë monument kulture. Tashi duhet ndryshim. Ndryshimi duhet filloj që të ekipet e moshave. Mos dëgjoj, mos siç thash dhe herë si kaloi. Jo po pse marrim nga larg, jo po pse s'marrim nga Superliga. Dje një gazetar live tregonte që shifat ata e kanë të gjithë nga Superliga, kurse neve nuk marrim lojtar nga Superliga. Ti ke shanse më që ke lojtar në gjithë Europën, lojtar elitar. Ata nuk e kanë atë shans. Ku do t'i marrin? Do i marrin borxh nga Meksika? Jo, do i marrin nga aty ku i kanë, se nuk kanë lojtar jashtë Letonie, nuk ekziston, nuk ka lojtar atje. S'është niveli i dobët. E normali do i marrësh nga kampionati jon. Ne kemi kombëtare të fortë nga ana organizative, nga ana si priten, si përcillen, me charter, me hotelet më të mira. Mos harrojmë që kombëtarët e Shqipërisë më parë kishte nesër në orën 8 shumë vjet më parë, e dilte në orën 11 mjesë se s'kishin pagu hotelet. Tash kombëtari jonë është top, është top. Prandaj nuk ka Silvinho, nëse ka pak burrëri, me që ka dhe pasaport nga Lushnja, na japi dorëheqjen. Unë kërkoj dorëheqjen atij, ta japi ai, se ai nuk do na në shtator, po prap këto problemi do kemi. Kombëtare, presidenti Duka me gjithë stafin e tij, të mendojnë, kanë kohë tash, të mendojnë një trajner që mund të na çojë një emër, që mund të na çojë. Se nuk duhet trajner që stërvisi, duhet një seleksionator i mirë, duhet një scout i mirë. Nuk është problemi. Spanja po fiton. Çfarë ekipesh ka pas trajneri i Spanjës? Por është një shkollë që vjen nga gjithë sektorit e trive. Kurse të ne akoma në sektorit e trive diskutojmë nga Shqipëria apo jashtë Shqipërisë. Ti pate europianin i organizuar në mënyrë spektakolare, me tifoz, me njerëz, me mirë pritje të mirë. Unë isha pata fatin shkoj i dhënë nga Verona ftesën, i ftuar nga federata, një pritje fantastike, një catering fantastik. Të gjitha organizimet, Wi-Fi, të gjitha sikur jenë një botror të vërtet. Dhe çfarë i jep ti një 6-0, 3-0, 4-0, duke të thënë lojtari U17 që kemi një trajner të dobët për arsye se nuk fut lojtarë. Aty ishin 3 lojtarë që nuk mund të luajnë futboll, se njërin e kemi ne në ekip, një lojtar aty të U17. E kam unë ekip. Ne e mbajmë se ka vllajën e fortë. Nuk ka luajtur këtu, aty ishte titullar. Ore, futbolli është diçka. Deri te viza mund të vinë të gjithë, brenda të fusha është loj burrash. Aty luan burri, mund t'jesh dhe kalama, aty luan më i miri. Sa do të fusësh ti mu në fush, ti jem dhe vllai jot që ti je trajner, kur ty në fush, ti më fut, por rezultati vetëm që është do jetë humbja, ashtu siç po veprojmë ne. Prandaj duhet ndrojmë mentalitet. Mentaliteti ndrohet që në seleksionime, që në iku kuaj provimeve që bëjmë xhiro në Europë për të na ardhur lojtarët në kombëtar. Ato janë nuk bëj xhiro ti për të gënjur njerëzit kot. Bëj një camping në Amerikë për të parë talente. Talenti i shef është shumë e thjeshtë të shikosh talentin. Nëse ai luan te Juventusi, duhet vi atje ta thrasësh. Dhe ti në seleksionimet që bën në Shqipëri, duke qenë një muaj me moshat, e bën dhe e zgjedh atje. Nuk ke nevojë. Pritan, dua që të ndalë pak edhe kjo pjesa. Okej, ne po flasim për Silvinjën, por a duhet marrin një faturë dhe lojtarët, për shembull, dolën gjithë në konferencën për shtyp dhe ose në intervistat për mediat pas ndeshjes, dhe unë nuk e dëgjova nga askush të kërkonte dikush falje për atë paraqitje. Asnjëri nuk mori përgjegjësinë për të thënë na falni, luajtëm keq dhe nuk shkuan gjërat siç duhej. Ishin gjithë duke justifikuar që kundërshtari ishte i fortë, shikon se Letonia nuk është aq e dobët sa ju mendoni. Mana i tha që nuk po luajmë kalçeto, po luajmë për kualifikuesit e botrorit. Tashi nuk e di, kjo e dëgjova edhe unë këtë manajt. Janë ato mbas ndeshjes, janë ato justifikime. Lojtari është pak egoist. Të gjithë futbollistë, ne që punojmë me futboll, është pak egoist. Dhe mua nuk më pëlqej të kërkojmë falje. Nuk pëlqej. Për çfarë duhet kërkosh falje? Ti luajte, aq patë mundësi. Falje duhet kërkoj trajneri. Trajneri që i vunin kondicionet të luajnë. Lojtarët, aq sa kanë aq dhanë.
ky trajner duhet gjetë zgjedhje, se paguhet më shumë se ç'e meriton për atë zgjedhje që bën. Ora janë zgjedhje të gabuara. A mund të më shpjegosh ti pse Balliu në vend të Hysajt? Okej, e tham dhe që parë që ndoshta për të dhënë më freski. Patëre për pse Sheo duhet luaj kur doli me probleme muskulare? Ato që thash zonë mos i përpara bipolariteti Silvinjos edhe me Vedon Berishën e ka futur në ndeshjen Shqipëri Spanjë në Europian që ishte ndeshja finale europiane dhe më pas Vedon Berisha zhduket në momentet që kanë më pak presion se sa ndeshja me Spanjën. Ore, ai na tha Bajrami ai që është e Benfica na tha që po më çuditë, po pse nuk e fut Bajramin më? Po pse fut më? Pse kur quhet Bajrami është datina 2003, është 22 vjeç, kur do luhet futboll më? 30 vjeç quhen i ri, 25 vjeç Shqipëri themi është i ri. Ora unë ta them me bindje, Jamal po të ishte në Shqipëri nuk do luante. Nuk do luante, pse do thoshë është i ri. Do ishte me një skuadër të dytë atje, s'do luante. Me Silvinjo në sigurt që jo. Po jo mëse duhet mentalitet, duhet mentalitet, ne nuk thrasim, ti për shkakun thrasim edhe atë të Vatës, djalin e Vatës, ne nuk e thirrëm djalin e Vatës. Nuk u thirr djali i Vatës nga Silvinjo, nga Peja. Peja duhet ta thrisë djalin e Vatës. Çam duhet mos e Vata është problematiko, nuk është. Unë shoh djalin është lojtar, është gjak shqiptar e marr atje, nuk du diu, para kombëtares dhe para unë shkel dhe interesat e mia personale. Se interesat e kombëtares, interesat i flamurin që na bën krenar. Ne na vjen zor të flasim, na morën xhiro sot zyr. Tu më thonë ama rrafët me barazut me ata, me amatorët, me peshkatarët i quajnë. E kuptoj, është skandaloze më. Është skandaloze më. Po nuk është më. Ne nuk thrasim ata që duhet thirr. Ti broja më lum krah, broja tu dhon krosë. Kush është broja më? Aty duhet shkoj Hysaj, duhet shkoj Bajrami, duhet shkoj varet se sistemi lupo, jo broja. Po jo broja atje. Broja në krah tu dhon krosë. Dhe nuk e fut as nga krahu maçi, të paktën të futet drejt mesit dhe të bëj një me Manaj, të bëj një kopje me Manaj, se unë mendoj se broja Manaj janë një kopje shumë e mirë, mendoj unë. Manaj është më statik dhe broja më i lëvizshëm, Manaj është më shumë lojtar zone dhe ky i vjen më shumë për qark që të jetë rrezikshëm. O broja tek i qendër doli përpara portierit. Në krah çfarë do bëj? I ikën do fusi cross. Crossi është gjysma jote, gjysma ime. Kurse përpara portës është gol. Apo jo? Është vërtet po. Nuk ka mundësi, nuk e di. Kujt do t'japet dorëheqje? Dhe mund ta shkruash dhe si titull. Silvinjo, në qoftë se e don pak këtë kombëtare dhe këtë federacion që ka respektuar shumë, jep dorëheqje. Jo të prezente që të marrësh lekët deri në fund, se ato lekë nuk i meriton nga ky moment, nga dje, mas ndeshjes. Derisa ti është ato lekë nuk i meriton më. Po por ka dhe një tjetër që e mbrojnë pjesën e Silvinjos që thonë që Silvinjo i ka nxjerr vetë lekët e veta me kualifikimin evropian. Po nuk më intereson edhe 10 milion të marrim, nuk është po 10 milionë të marrim, nuk është problem lekë ashtu më. Tu është problem dinjiteti kombëtar. Po nuk ka vlerë më dhe edhe 100 milion të japin se shkojnë botror. 100 milion më të japin të gjithë. Nuk më interesojnë lekët. Nuk më interesojnë lekët fare. Presidenti Duka le t'i japi edhe 10 milion. Nuk kam për ta kritikuar e presidentin ose federatën ose komiteti ekzekutiv pse jep shumë lek ose pak lek një personi. Është rezultati. Nëse ky mua më çon në botror 10 milion me 20 milion, mos bëhet as Giro Italis, mos bëhet asgjë, as ajo e topitar, asgjë mos bëhet. Vetëm shkojmë botror, nuk më intereso. Dua fitoret kombëtares. Si tifoz, si profesionist. I kemi mundësit, me kemi, ne vlerësojmë veten, ne nuk kemi besim te vetja jonë. Është bër një diçka po ata lojtarë, dhe duket sikur na bëjnë nder dhe disa lojtarë sikur na bëjnë nder që vinë kombëtare. E ke vëre? Duket sikur na bëjnë nder, nuk i zbresin pa entuziazëm. Kupto, ka në momentin ndrojmë. Dua që të prekim pak këtë pjesën drejtan sigurisht. Gjitha këto që ti the janë të drejta, kritikat për Silvinjo dhe gjitha këto, por edhe mungesa e dëshirës së lojtarëve për të luajtur ishte e frikshme, duket sikur i kishin marrë pushimet para kohë dhe vetëm po shotisin në fush. Për te pjesës së skemës, gjitha këto sigurisht se nëse ti bën skemat e gabuara dhe lojtarët mund të shprehen, por mund të kishte një gjak më shumë, një nerv më shumë sepse Bolini ëndër dhe botror dhe ta shpjegoj me pak fjalë. Të kuptova, ta shpjegoj me pak fjalë. Nëse ti e ke vend e punës sigurt, ti nuk do luftosh ditë në ditë. Ne që jemi jashtë e dim, çdo ditë duhet t'japim më shumë. Duhet t'i inventojmë diçka më shumë, duhet gjejmë lojtar më shumë, duhet bëjmë scouting më shumë, të gjejmë kampionate më të vështira. Lojtarët që janë atje, nëse ata e kuptojnë që do luajnë, që janë grupi afër këtij trajneri, ai që ka fuqinë. Prandaj pse them që faji është i trajnerit? Trajneri i zgjedh, ti je seleksionues, nuk je trajner klubesh. Ti mund ta heqësh qysh nesër dritan Dervishën dhe të marrësh
me Don Berishën, mund të heqësh një X të fush një Y, se ta jep dhe rregulli këtë gjë. Nuk je si një ekip futbolli, gabova merkato dhe deri në fund kampionatit kam këta këtu. Oj shkreti unë dhe presidenti do përzej. Ky ka mundësi të ndrojë edhe një ditë para ndeshjes, apo e kam gabim. Tash ti kur jep siguri lojtarit dhe i lën të kuptoj grupi tjetër që nuk janë të se këtë e di me përqindje 100%, që atyre që nuk të hyjnë në planet e tua, ti nuk i përshëndet, se ky imiton pak Pep Guardiolën. Po Pep Guardiola ky ta imitoj nga gjëra tjera, jo nga këto veprime dhe se si ri dhe si flet me gazetarët. Është vërtet, po. Dhe gazetarët ton duhet të jenë jo më kaq mirëpritës dhe kur gjërat shkojnë keq, duhet i bin kokës. Gazetari i mirë duhet i bi kokës. Mua çfarë thash, më pëlqeu djeg Sinemati, i bëri vetëm i pyetje, nuk pati, saqë dhe ajo vajza që e përkthete nuk ja përktheu fiks në italisht, nuk ja përktheu fiks. Më kupto? Se edhe u vu në siklet. Ti atje, kur të merret intervistë Silvinho, ore top digitalbi, nuk paska i person që flet italisht ja bëj pyetje drejt dhe nga studiot vijnë përkthim. Pse duhet shkojnë këto të federatës ta vesh siklet goste uj që ti përkthej këtij? Ha është punojse. Dhe unë t'jem, kur të flas me Silvinhën, do kem pak rezervë. Kur unë nuk kam lidhje me Silvinhën, ja them çka kam për të thënë ashtu siç është, apo e kam gabim. Jo, është vërtet, po dua të di nga ana jote që çfarë mendimi ke për të anën karakteriale të trajnerit Silvinho, sepse Silvinho edhe në momente fitore ose në momente humbje nuk i skuqet kur fytyra, nuk vendoset kur tension, ka një të folur diplomati dhe nuk del kur nga ajo, nuk thot kur diçka për shembull që ku gaboi ekipi. Ajo nuk është e folur, ajo e folur atij. Ore një trajner normal, është trajner mediokër. Një trajner normal, ose seleksionues, nuk është trajner. Ta kam thënë edhe një herë, trajner është ai që punon çdo ditë me skuadrë. Ky është seleksionues, një seleksionues me karakter, mbas ndeshjes sote, gabuam ndeshje, kërkojmë falje, do shikoni që ne do japim zemrën, gjakun, ndeshjet e tjera, gabuam ndeshje, ishim të lodhur. Mund të thoj, jo të më justifikosh, tregosh ti mua që na ke çuar në Europian. S'na ke çuar ti në Europian, mëse nuk luti. Nuk e luj ti, më ti e seleksionues, grazie të çojnë kushtet që të bë federata, të çojnë këta futbollistë. Këta futbollistë që ti tash nuk i don më. Atë kujtohet si e bëri me Ismailin në Europian ai. Kuptoni, si edhe aty. Ai është kur fiton ai, kur rrifet është faj tjerëve. Më kupto? Po nuk ky trajner, po e përsëris për të 100-ën herë, ky trajner dhe ky staf që ka afër, staf shqiptar, të italian që ka afër bashkë me drejtorin teknik të federatës, duhet të largohen, duhet të kenë kurajo të thonë që neve dham diçka, gjithçka për atë, por dështojmë këtë objektiv. Mos ta kujtoj Europiane, se futbolli luhet çdo javë. Sot Interi doli finale, e harruan gjithë atë Barcelonën, mas 2 javësh, u harrua ajo. U harrua. Sigur Interi dështoi. Interi mori lek, fitim prur si Paris Saint-Germain, isoj. Por asi nuk flet, gjithë flasin për dështim. Hap krahun. Dhe për ta mbyllur si ide, ti folëm më saktë që Shqipëria aktualisht ka 0% shanse për të kualifikuar në botërore për të marrë vendin e dytë. Por nëse supozojmë që Silvinho do të largohet sot, do të ikë nga posti i trajnerit dhe Shqipëria mund të marrë një trajner tjetër të mirë. A mendon se nëse do të godasim mirë me trajnerin, Shqipëria mund të ketë shansin për të kapur atë vendin e dytë në këto lloj kombinime rezultatesh që unë thash më sipër duke fituar në Serbi dhe duke fituar në shtëpi me Anglinë, a janë të mundshme në hipotezë dhe duke parë organikën e ekipit, por me një trajner tjetër ku çdo gjë do të shkojë sipas vendit të saj dhe sipas asaj që ti thua? Me matematike shumë drejt. Qoftë marrim një trajner tjetër, ndryshimi është 100% që do bëhet ndryshim, sidomos në atë fillim, në shtator do kesh ndryshime dhe mund të shpresosh. Po pra ti thua nëse nuk do të shkojmë shumë afër. Qoftë ti ndron trajnerin, do kesh një rezultat pozitiv. Pasi lojtarët nuk do e kenë vendin e sigurt, do vinë thirrje të tjera lojtarësh. Ai që sot është titullar, nesër nuk do jetë më titullar. Pa e merituar, se ka shumë, nuk du të bëj emra se kam respekt dhe i njoh. Nuk du të bëj emra lojtarësh që nuk e meritojnë të luajnë kombëtare. Nuk e meritojnë, nuk kanë kualitet. Dje po të them Arber Hoxha, Laçi, këto dje ishin, nuk t'japin atë kualitet, janë për të ndetur në grupin e kombëtares, pas janë lojtar të pëlqyeshëm, lojtar të mirë, po jo titullar. Po nuk mund të luajë dot Laçi përpara Berishës. Me gjithë respektin, mëse, po ka gjithmonë stepe, kategorie, ka gjithmonë
edhe mosha, freski, a kupto? Nuk mund t'jemi akoma tash, ne akoma të pretendojmë të luajmë me ish lojtar të vjetë, atëherë nëse është ashtu të luajmë akoma me Lorik Canën, i thonë, që mos e lënë asnjëherë futbollin. Mua më pëlqeu një post i Mavrajt, që mas Serbisë, që tha, këto ndeshje fitohen. Dhe unë jam dakord me atë. Këto ndeshje fitohen. Dhe ajo djeshma, këto ndeshje fitohen. Nuk është ajo thënia, këto ndeshje nuk humben. Jo, këto ndeshje duhet fitohen. Dhe shpresojmë që presidenti, stafi dhe komiteti ekzekutiv aty federales të ndrojnë trajnerin. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, do kemi rezultate. Mos kemi frikë. Mos kemi frikë nga ndryshimet. Ndryshimet nuk bëjnë keq kur gjërat nuk shkojnë mirë. Ndryshimet bëjnë keq kur gjërat shkojnë mirë. Apo jo? Në çdo gjë, si ndryshime politik, si ndryshime në sport, si ndryshime në çdo fushë tjetër, si në familje, nëse ti gjendesh mirë në një punë, nuk e ndryshon, shkon me entuziazëm, jep maksimumin, merr maksimumin. Por që ti shkon në një punë që të trajtojnë, nuk të njohin orët e punës, nuk punon mirë. Prandaj ne duhet ndryshim. Pastaj, trajner, çdo që të marrin më i mirë se ky trajner do jetë për nga shtatori mbrapa. Ky e ka arritur atë maksimumin e vet. Ky arriti u knaq, e arriti pikën e vet më të lartë. Po shkoi në pikën kulminante dhe për ta mbyllur priste ndonjë ofertë të një klubi që nuk i erdhi. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë Dritan, ti gjithashtu në një komunikim privat që patëm së bashku më the që ke pasur një komunikim me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Dukon dhe i ke kërkuar që të marri ADM-in e Dortmundit si pjesë e Shqipërisë. Kur i iku në një ndeshje që ishte Silvinho atje dhe lute ADM-i Borussia Barcelona nëse nuk gaboj. Dhe i them me shaka, i them, po pse po të shkojmë atje? I them duke, se s'marrim ADM, pse? Po e ka nusën shqiptare, thësh. Po ADM-i i cili ka publikuar dhe një foto përpara ndeshjes mes. Dhe me shqiponjë. Po është më nacionalist se disa shqiptarë, megjithëse është shumë nacionalist. Më tregojnë dhe çuna që janë në Dortmund, edhe kur do të përshëndes që i flasin shqip, përshëndetje, shumë simpatik djalë, më thonë shumë simpatik djalë. Unë dhe ta mbyllim, shpresoj që presidenti dhe presin e presidentit Duka se ka forcën, karakterin për të bërë ndryshime. Dhe unë shpresoj që presidenti Duka na japi akoma shpresën. Mos na lënë këtë me fshsin, e pam dje. Na stresun. Shpresoj që presidenti të japi një goditje dhe të lëvizi pak të vej para përgjithësisë trajnerin, duke e larguar, por dhe lojtarët. Se kombëtarja jonë është super e paguar dhe në premje që ve federata jonë. Mos harrojmë këtë gjë. Nuk i merr Italia ato premje që ve federata jonë. Lojtarët janë të dashuruar mas bluzës. Do thënë, ky binom nuk duhet të prishet, duhet të vazhdojmë dhe të shpresojmë që të arrijmë. Nuk duhet prishet për hir të askujt dhe mua do të dua të përmend këtë pjesën e ka parë dje ndeshjen e Doni Shqipëri në një kafene në Tiranë dhe kur erdhi i fundi ndeshjes, si Majdon deri në çfarë pikë ka arritur kombëtarja sa të gjithë po prisin që të bënte golin Letonia dhe do të festonin vetëm për tikur Silvinho një orë parë, do të shkonin në ndeshja aty me 1-1. Unë i dashur, jo Silvinho tjetë, po dhe trajneri më i urryer nga mua, unë du që Shqipëria të fitoj. Unë zakonisht ndeshjet e kombëtarit shoh on stadium ose vetëm i mbyllur vetëm, se nuk vuaj shumë, jam shumë tifoz dhe për ne që jemi jashtë. Është më shumë se sa për ju që jeni atje. Se ju nuk keni atë opozitën. Ti flet me një që është i mërzitur si puna jote, ke të tretin që është i mërzitur, gjyshi jote është i mërzitur, baba jote është i mërzitur, jeni gjithë mërzit, si që jam unë mërzitur. Është unë këtu, është orgolli, është krenari për mu që kombëtarët fitoj. Është më shumë, dhe kur flas, dhe me ju kur flas, në 100% të intervistës që bëjmë, 90% unë jam tifoz kur flas këtu, 10% jam me i profesionisti që punoj në Serie A. Është pa mundur të jesh i ftohtë në një temë tillë të nxehtë. Nuk jam do të i ftohtë me atë kombëtarin, por për diçka jam i bindur dhe hyn te kjo 10%. Largimi i menjëhershëm i Sinjor Silvinhos do të na japi atë entuziazëm dhe atë shpresën për të bërë atë mrekulli që ne shqiptarët gjithmonë e bëjmë. Dritan Dervishi, shumë faleminderit që ishte pjesë e jona. Faleminderit juve e Forca Shqipëri. Forca Shqipëria gjithmonë. Faleminderit. Mirupafshim.